Më lejoni të saktësoj që projektet pas shkolle, për ta thënë në shqip, janë projekte që në formate të ndryshme kanë tashmë 10 vjet që zhvillohen, kanë pasur emërtimet ndryshme, herë janë quajtur shkolla qendërkomunitare, që synon që në shkollat ku janë bërë investime të rëndësishme, qoftë në infrastrukturë, qoftë në hapësirat zbavitëse, siç mund të jenë terrenet sportive, të jenë të hapura dhe për aktivitete mbas shkolle, qoftë për komunitetin, por edhe për një aktivitet mbas shkolle të nxënësve. Projekti tjetër Bëjmë detyrat e shtëpisë, gjithashtu është një projekt që është projekt punë që bëhet mbas shkolle, dhe gjithë paketa e aktiviteteve që shoqërojnë çdo vit gjithë, le të themi, jetën edukative të nxënësve në shkollat nga klasa e parë në të 12. Olimpiadat në të gjitha lëndët dhe vitin që vjen do të shtojmë një olimpiadë të re të gjuhëve tuaja. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe që zhvillohet me klasat e 9-ta. Për herë të parë si vjet futëm festivalin kombëtar të shkencës me të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Janë të gjitha aktivitete që zgjasin, fillojnë diku në tetor dhe mbyllen në maj. Dhe janë programe që bëhen pas shkolle dhe që zhvillohen mbas orarit të detyruar të mësimit. Jo vetëm kaq, por janë zhvilluar dhe shtuar shkollat të cilat zhvillojnë dhe një tjetër rubrik do ta quaja, që pëlqejet gjithmonë më shumë, që është toka në shkolla ose ferma e vogël në shkollë, në forma nga më të ndryshmet që i përfshin nxënësit në një aktivitet në marrëdhënie me tokën, me bimën, me natyrën. Orët e edukimit mjedisor janë shtuar dhe këtu prap flas për orët e edukimit mjedisor brenda kurrikulës detyrueshme, por jashtë orareve të shkollës, qoftë brenda mjedisit, qoftë edhe siç janë bashkitë me territore më larg apo më afër natyrës, siç janë bashkitë e vogla, që e zhvillojnë këtë program. Nga ana tjetër, ajo që ne bëm si vjet është që e risistemuam të gjithë këtë tipologji aktivitetesh, sepse është e rëndësishme që të jenë të përfshira dhe në ligj, i dham formë ligjore. Miratuam dhe një vendim të Këshillit Ministrave ku rritëm shpërblimin, e dyfishuam shpërblimin për mësuesët të cilët angazhohen në këto orë që i quajmë jashtë-shkollore, pra mbi normën e tyre normale, dhe për të përfshirë dhe një burime njerëzore të cilat ta vinë qoftë nga mësuesit në pension.